Jemi me episodin e dytë të podcastit, i cili po zhvillohet kuadër projektit e prioriteti implementimeve të planit 7 pikësh për të rinj shqiptar në Preshevë dhe Bujanovc, të financuar nga Ambasada Britanisë së Madhe nëpërmjet iniciativës qytetare. Ky projekt po realizohet nga Qendra për Demokraci dhe Edukim Lugina në partneritet me Këshillin për të Drejtat e Njerëzit në Bujanovc. Në këtë epizod do të diskutojmë disa nga sfidat më të rëndësishme që prekin sot të rinj shqiptar në Preshevë dhe Bujanovc, duke përfshirë mosnjohjen e diplomave, migrimin, mosmundësinë e punësimit e të tjera. Me neve është sot Shuajbi. Shuajb, a mund të na prezantohesh saktësisht prej nga vjen, si quhesh dhe çfarë ke të mbaruar? Po, pikës pari faleminderit shumë për ftesën, për mundësinë që diskutojmë së bashku këtë temë. Unë jam Shuajb Rashiti. Okay. Jam nga Lugina e Preshevës, nga qyteti i Preshevës, i diplomuar në drejtimin e arkitekturës. Punoj dhe funksionoj si arkitekt në Preshevë. Ku keni studiuar? Kam studiuar në Maqedoni, studimin e kam filluar në vitin 2016, i kam përfunduar me kohë. Tash vazhdoj studimet të nivelit master. Ku jeni tash në Maqedoni? Maqedoni, Tetov. Jo, në Shkup. Në Shkup. Mirë shumë. Si e përshkruani Shuajb situatën sot me për të rinj shqiptar në Preshevë dhe Bujanovc? Cila është aktualiteti? Është një situatë, një aktualitet që nuk po di shumë fish shumë herë që interpreton, që e përshkruan, mujtër më kone vërtet, po nesër mujtër më shumë dalqesh. Okej. Ne kemi një pasiguri, një moment që jemi, nuk e dim që shbim me flet, nuk e dim që shkemi me zhu prej gjumit sa bale. Pse është kjo ashtu? Pse ki diskurs? Pse ki kjo mendësi të një ri shqiptar në Preshevë? Kjo mendësi se po e shohim se sot unë e çona në mëngjes, e kaloj ditën me një shok, me një diçka, kur e shoh gjatë ditës të pi kafe. Okej. I del mundësia për me shku në Evropë dhe nesër e merrej autobusin shkon. Do thot migrimi është ai faktor. Migrimi është një ndër faktorët kryesorë, ose çohesh me shku në punë e nuk je ke u vendin e punës, nuk je i punësuar. Thonë që je te pris teknologjike apo diçka e ngjashme. Kështu që e keni fal pasigurie. Pasigurie. Po, pasiguria është vend fjalë ose koncepti që na përshkruan më së miri gjendjen tonë. Sa është e vështirë sot një ri shqiptar me jetu në Preshevë? Përmendet pasigurinë. Po, për me jetu në Preshevë, nëse vendos me jetu një ri shqiptar në Preshevë, kjo tash për tash është gjesti më i lartë i dashurisë. Do thot patriot dush me qenë me jetu në Preshevë. Adhëtar, jo patriot. Kisha thonë adhëtar. Adhë dashuri me pas, se për me është një sfidë që ja jep vetës. Pajtohesh me jetu nashte me diçka që tjerët e kanë, që ti e ki, e tjerët nuk e kanë, tjerët e kanë lënë. Edhe kanë shku për një diçka më të mirë. Kështu që vetëm arsye që kish mujt me dal mua ose dikon tjetër për shokëve të mi për me nejt Preshevë, kishte qenë atë dashuria, me dasht këtë vend ose për në mi ki kushtet shumë mirë. Sa dojnë të rritë shqiptarët vendin? Sa dojnë Preshevën? Sa dojnë edhe sa manifestojnë, mendoj që në dy sene ndryshme. Për me dasht e dojnë shumë. Koncepte ndryshme. Po, për me dasht e dojnë shumë. Okay. Vetë se me manifestu dështojmë ka njerë. Do më thonë kjo pjesa e migrimit na qëtë pak sa dështumë në pjesën e dashnisë të atë. Ama prap e dojnë. Edhe nëse nuk e manifestojmë, nuk do më thonë që nuk e dojnë. Jo, pa tjetër, kështu që për me pas e kemi atë dashuri. Cilët janë problemet, punësimi, mosnjohja e diplomave, migrimi, a kanë edhe tri shqiptarë edhe probleme tjera në Preshevë? Këto janë kryesorë që na bjen me u marrë. Me u ballafaqu. Po, për shembull, edhe pjesa tjetër e problemeve që më pas është baza ditore se ç'më kalon një ditë në Preshevë. Se për shembull, neve na mungon edhe jeta kulturore. Jeta pak a shumë aktivitete sportive ose edhe jeta kulturore në aspektin e teatrit ose këtyre gjanave. Nuk kemi atë shumë shfaqje të rregullt ose çka do koftë që me pas të ku me kalu një të premte kur të vish për studimeve ose kur ta kish një mbrëmje të lirë, me pas një farë agenda se çka me bo, çka me vizitu ose ç'sh me kalu atë mbrëmje. Si mendoni se mund të ndikojnë politikat lokale për të rinjt, për zhvillimin e mundësive të rinj?
A kemi kriju në Preshevë dhe në Bujanovës mjaftueshëm politika lokale, rinore, që të rritë me qenë më aktiv? Për politikat lokale, po mendoj që kishtë qenë zgjidhja më e mirë kjo pjesa e startupeve për zhvillim të rinjve, domethënë startupet prej të rinjve e këto gjëra të kësaj natyre. Po edhe pjesa tjetër, mundësimi praktikave në institucione lokale, që ku ka kompetenca komunale. Se për shembull, tash punëtorët e administratave edhe pozitat e ngjashme punojnë shumica në moshë shtyme, në moshë re, që edhe nashë mas 10 vjetëve nuk ka më konë ajnë punë aty. Kush ka më konë i përgatitur për me zavendësu aty në atë pozit pune. Kështu që na vynë më konë pak a shumë përgatitëm edhe me pas mundësi që më konë ofër aty, ofër atyve pozitave për nesër me i marrë ato pozita, me i zavendësu ato pozita. E përmendët integrimin, a mendon që integrimi në institucione shtetërore do të sillte një përmirësim të kushteve për të rinjt shqiptar në Bujanovës dhe Preshevë? Po integrimi është përfaqësimi. Përfaqësimi. Edhe të njëjtën kohë përderisa na e kemi dikune në institucione shtetërore, për shembull në Beograd ose në rrethin e Pqinjës ku jetojmë. Komunat kemi paralele në Bujanovë se në Preshevë që nuk përfaqësohemi me asnjë shqiptar. Përderisa nuk përfaqësohemi aty, përderisa unë nuk e kam një njeri që muj me kontaktu ose muj me e pyet, që i di çato punë, që është i konsumë atje në atë nivel, unë nuk shkoj të ashtu. Unë ngeci këtu. Kështu që përfaqësimi është shumë i rëndësishëm. Përderisa na kemi përfaqësimin tonë nivel parlamentar, na dim një derë që e kena qaty. Përderisa nuk kemi nivele tjera, nuk kemi dy në vende tjera, pak a shumë, e kështu e konceptojmë. Aha. Ekziston plani 7 pikësh. A ju ka rënë sy dëner me lexu? Çfarë përmban plani 7 pikësh? Me lexu plani 7 pikësh kryesisht ose kryekput mbi gjitha flet për integrimin, njohjen e diplomave, përfaqësimin, krejta që këto shaj përmende. A keni pas ndonjëherë mundësinë që ta lexoni planin 7 pikësh? Të tërin, si përmbajtje jo, nuk kam pas mundësi, por e di që është për neve, është implementuar nga për neve, edhe kërkohet gjithnjë nga përfaqësuesit tanë që implementimi i atij projekti. Kështu që rrjedhimisht implementimi i atij projekti do të cilë të dobi për neve si qytetar. Domethënë vetëm se do ishim ne. Pse është defekti që të rinjt shqiptar sot nuk kanë njohuri për planin 7 pikësh? A mendon që ka pas mediat nuk e kanë bërë punën e vet, politikanët lokal apo zyrtar të ndryshëm institucional? Pse na sot pak dim për planin 7 pikësh? Është shumë interesant se llogaritet ndër dokumentet më të rëndësishme sot për shqiptarët e Lugrinës Preshevës, e veçmas për të rinjt. Pse as pak na e kemi bërë edhe një ulëmtim si organizatë shumë pak dihet për këtë plan. Unë mendoj që pjesa e DNI-s, e informimit tonë të rinis për planin 7 pikësh është se përgjithsisht njeriu si qenie njerëzore e mban mend se çka ka ardhur ai, jo çka u diskutuar në tavolinë për më ardhmë. Kështu që plani 7 pikësh është një dokument që u diskutu për mu implementu, po nuk u implementu ala. Nuk u implementu ala. Kështu që na se kena jetu plani 7 pikësh edhe aprovu pi qeverisë, Serbisë, po nuk po implementohet në realitet. Ne nuk kemi jetu plani 7 pikësh, rrjedhimisht nuk e dim se çka kishmi pas. Kemi mujt me ditë kur u fol atëherë, kur u përbilu si dokument, po me kalimin e kohës, me kalimin e gjeneratave, kam jetë plani 7 pikësh që përmendet vetëm prej anës politikës, prej përfaqësuesve politikë që kërkohet implementimi. Kurse ne pjesa e njerëzve, pjesa e shoqërisë preshevare, edhe në Bujanovë e në Medveç, thjesht e dim se një tokë fjalësh plani 7 pikësh, jo diçka më shumë special rreth atij. Se nuk kemi jetu prej saj. Përveç mocionit diplomave, cilat janë problemet që si studenti masterit të arsimit shqip Lugrinë Preshevës? Problemet e arsimit shqip në Lugrinë të Preshevës unë e shoh plot, të fillu prej të emrimet e deri te punësimet. Emrimet e udhëheqësve të institucioneve, se nëse nuk jam gabim, emrimet bëjmë prej lart. Jo prej këtu, po. Prej ministrisë, jo prej centralizimi. Unë mendoj që një decentralizim do kishte qenë më mirë, sepse sikur stafi i shkollës e di se kush është më i mirë udhëheqës për atë shkollë, nuk mundet me ditë ministri ose një drejtori i ministrisë atje. Po. Edhe pjesa tjetër të problemet e arsimit është edhe
çfarë janë librat shqipe këto gjëra. Diçka që është u punu në atë aspekt, ka pas zhvillime ka vetë fundit, po prapa është e kënaqshme, nuk është e kënaqshme. Është e mjaftueshme, nuk është e mjaftueshme. Cilët hapa duhet në ndërmerren në eliminimin e diskriminimit, me qenë se folëm tash për diskriminim, mos integrim, mos njohje diplomave. Çka duhet të ndërmarret në eliminimin e diskriminimit sipas jush? Tejkalimi i barrierave. Si do të mund të kalojnë barrierat? Inkluzioni, gjithë përfshirja dhe jo diskriminimi, kthehemi te diskriminimi. Kthehemi. Dhe jo diskriminimi i njerëzve, domethënë mos gjykimi në baza etnie ose në baza gjinore, ose edhe në baza rasore. Ku qëllon problemi i diskriminimit, sipas jush? Të kaluara. Të kaluara. Po, ende jetojmë me të kaluara. Ne me një farë mënyre këtë diskriminim që e kemi sot, edhe këta që jemi sot pak a shumë, jemi derivati së kaluarës tonë. Domethënë jetojmë ala me të kaluar. A jetojmë na, jetojnë të tjerët. A jetojnë të tjerët ndaj nesh. Të tjerë ndaj nesh është të dëshmuar. Po. Na ndaj të tjerëve, po dëshmojmë që kemi vullnet me ndryshu. Kështu që nuk mendoj që ne i shkon e drejtë me thonë që na jetojmë përderisa shfaqim vullnet për ndryshim. Shoaj, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe ty, faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë.